Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në Radar. Ditën e sotme do të flasim për shumë tema me analistin Urel Domi. Zotë Domi, faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Zotë Domi, pikë së pari do ndalemi tek aktualiteti politik në vend. Besoj që keni ndjekur zhvillimet që po ndodhin brenda Partisë Demokratike. Si komentoni ju ato? Si një sy i jashtëm gjithmonë. Po në fakt nuk ka asgjë surprizuese, nëse mund ta themi kështu, domethënë, sepse ka qenë gjithmonë e ditur për ne dhe po edhe për të tjerë që ajo Partia Demokratike është pronë e Zotit Berisha. Edhe ne këtë e themi me një, domethënë, me shumë fatkeqësi dhe me një keqardhje të madhe, sepse do donim që mos ishte kështu, por ky është realiteti dhe ne kemi parë këtë në një sër rastesh, duke përfshirë dhe rastin më të fundit, rastin flagrant të përjashtimit nga kandidatura të 4 kandidatëve, pra që donin të sfidonin zotin Berisha në Partinë Demokratike, të zotit Ervin Saliani, të zonës Alessia Balliu, të doktoresh Meremes, se s'po vjen mbi emrin tani, dhe të Evi Kokalarit, aktiviste shqiptaro-amerikane, që është pjesë e hershme e Partisë Demokratike dhe normalisht sipas palëve këto e kishin dokumentacionet për të kandiduar, por janë bllokuar me çfarë duken të jenë akuza edhe pretendime absurde dhe në zgjedhjet e majit për leadershipin e Partisë Demokratike do të jetë vetëm zoti Berisha. Për praktikisht është një parti e cila është e kapur nga një person dhe është një parti autokratike pavarësisht se emrin e ka demokratike. Është një ironi e madhe që ti thua që Edi Rama mi ka vjedhur zgjedhjet e tjerë dhe domethënë unë do më jepni mua votë që unë të çliroj Shqipërinë nga autokracia në një kohë kur ti nuk bën zgjedhje brenda partisë tënde dhe ajo çfarë mbetet të thuhet është që dakord aty leverdis, por njerëzit e kuptojnë këtë gjë. Pra, ajo çfarë ne kemi thënë gjithmonë, kush arsye pse opozita nuk vjen në pushtet, sepse opozita nuk është e besueshme dhe nuk është e besueshme sepse nuk bën kontrastin moral me palën tjetër dhe ku duket kjo? Duket tek fakti që nuk bën zgjedhje në partinë tënde, Partia Demokratike, si tani. Dhe sigurisht që ajo çfarë mbetet për tu parë është çfarë do të ndodhë në raport me aspektin ligjor të gjithë kësaj gjëje, sepse zonja Evi Kokalari dhe zonja Alessia Balliu, të paktën nga njohuritë e mia, kanë edhe nga deklaratat e tyre publike, kanë premtuar që do ta çojnë këtë çështje në gjykatë, do ta ndjekin ligjërisht këtë çështje. Ndërkohë pastaj që zoti Saliani ka thënë që do ta mbaj politike të gjithë gjën dhe në fakt e ka mbajtur politike, por që të mos harrojmë që nga viti domethënë nga shtatori vitit 2021 kur zoti Basha atëherë përjashtoi zotin Berisha nga leadershipi i Partisë Demokratike dhe deri në madje jo deri në vijon akoma ajo betejë, po un po them deri në vitin 2024, domethënë deri mbas zgjedhjeve të 14 majit 2023-shit, në Partinë Demokratike ka pasur një betejë për vulën, për është zoti Basha që e ka partinë apo është zoti Berisha që e ka partinë. Dhe është një betejë e cila akoma po vijon dhe flitet që mbas verës do të ketë një vendim gjykate për ta ndarë këtë punë e kujt është partia, është zoti Berisha apo është zoti Basha ligjërisht. Dhe mbi këtë betejë që ka kohë që zgjat edhe pse është zbehur tani më së fundmi, shtohet dhe betejë tjetër, shtresa tjetër, që është kjo e sfidave ligjore që Sali Berisha mund të dhe partia e tij mund të kenë nga individ të cilëve i është mohuar kandidimi me të drejtë. Dhe gjëja e fundit që do doja të përmendja në raport me këtë pyetje, për t'ia dhënë te shikuesve tablon e plot ashtu siç është, në fakt statuti i Partisë Demokratike i ashtu quajtur Neni Basha, që Sali Berisha e futi në statut për sipas tij për të parandaluar një sjellje të dytë si ajo e Lulzim Bashës, pra një sjellje ku ti humbet zgjedhjes dhe nuk largohesh nga leadershipi, nga udhëheqja e partisë. Sipas statutit, Sali Berisha i ka humbur zgjedhjet 11 maj dhe duhet t'japi dorëheqjen. Nuk duhet të lejohet të kandidojë më për kryetar partie. Por ai thotë që zgjedhjet mua mi kanë vjedhur në 11 maj, paçka se faktet flasin ndryshe, në sensin që në Shqipëri gjithmonë ka pas parregullsi me zgjedhjet, por a janë këto parregullsi mjaftueshëm sa për të justifikuar humbjen e opozitës me 300.000 vota? Sigurisht jo.
kush merret me politikë ose kush e studion politikën, kush e lexon politikën, e di që kjo është bullshit. Pra është një gënjesh, është një mashtrim që ti ja hedh militantëve tu që ti mbash në rrugë. Kështu që është një situatë jo e mirë për opozitën sepse domethënë nuk po lejo, nuk është se për shembull po të shohim, po të rikthehemi zgjedhjeve të vitit 2021 ku zoti Basha u përball me Agron Shehen, apo të zgjedhjeve të vitit 2013 ku zoti Basha u përball me të ndjerin Sokolo Dashi, apo dhe zgjedhjeve të vitit 2009 në Partinë Socialiste ku zoti Rama atëherë kryetari i opozitës pasi kishte humbur zgjedhjet u përball me Maqi Lakrorin. Sigurisht që të treja këto palë zgjedhje ishin zgjedhje që dihej fituesi, por ishin zgjedhje të paktën, u mbajtën zgjedhje. Kurse Sali Berisha nuk bën asgjë në partinë e vet. Pra thotë jo, thotë. Do jem vetëm unë. Do mos zgjedhje vetëm me mua. Ky është problemi dhe ajo çfarë produkti logjik i kësaj gjëje domethënë është që është një parti e cila do shkojë në rënje, në gryrje, në tkurrje elektorale, zgjedhje pas zgjedhje domethënë. Kjo është gjëja. Qartë, po zoti Domi ju keni një eksperiencë në Amerikë, sa e shikoni të gjashëm ndoshta këtë aktivitet politik në këtë moshë që është zoti Berisha me zotin Joe Biden, jo për nga linja e tyre se si orientohet partia, por të paktën nga aktiviteti i moshës. E shikoni të gjashëm? Po, jo nuk ka ngjashmëri në sensin që Biden ka qenë një politikan karriere në fakt si Berisha, senator, por Biden me të gjithë kritikat që ne mund të bëjmë për Biden, siç mund t'i bëjmë për çdo president tjetër amerikan, Biden ishte realisht demokrat, pra vinte nga Partia Demokrate, por ishte demokrat në sensin e respektimit të institucioneve, pra të kujtojmë që kur Bideni mori zyrën në janar të vitit 2021, në 20 janar, 14 ditë përpara ishte bërë një sulm nga Kapitolit amerikan. Dhe presidenti i atëhershëm, Trumpi, që është presidenti sot, nuk mori pjesë në ceremoninë e inaugurimit të Bidenit, që ishte një çudi e madhe sepse presidenti që është në largim dhe kur i humbet zgjedhjet gjithmonë merr pjesë. Ai quhet tranzicioni i butë i pushtetit, ndërkohë që Bideni vet kur erdhi prap Trumpi, mori pjesë. Pra është një njerëz i cili në karrierën e vet politike, Joe Biden, presidenti Biden i ka respektuar institucionet, i ka respektuar ligjin. Sali Berisha në politikë është njeri i hurit dhe i gurit. Pra nuk ka lidhje fare me Joe Bidenin, domethënë. Mos bëjmë krahasime. Sali Berisha është njeri i forcës. Dakor, është njeri i forcës. Dhe kjo ne kemi parë në shumë instanca, qoftë për jashtimet që ka bërë në vitet 90 kur ka qenë kryetari i saj partie, qoftë tek mënyra si mbajti zgjedhjet në vitin 2013 kur zgjodhi zotin Basha, qoftë tek sipas vetë Flamurnogos në vitin 2021, në verën e vitit 2021 kur zoti Basha kandidoi përballë Agron Shehait, sipas zotit Noka janë vjedhur vota nga Agron Shehaj për t'i çuar zotit Basha, dhe pastaj vetë përballë Bashës në 6 janar të vitit 2022 ku pam një sulm të një natyre ndoshta edhe terroriste. Domethënë përballë në selinë e Partisë Demokratike ku domethënë të gjithë njerëzit e zotit Berisha shkuan me të gjithë forcën e tyre, me gjithë forcën, një forcë që nuk ishte ligjore, ishte një forcë fizike, antidemokratike për të marrë atë institucione e Partisë Demokratike për të marrë godinë e Shqipit në kontroll. A thua sikur qeveria merret me Shqipin, merret me dhunë, qeveria s'merret asnjëherë me dhunë, nuk merret asnjëherë protest, por mos fol pastaj për faktin që çka ka bërë Berisha kur ka qenë opozitë përpara kaut tjetër, domethënë është një njerëz që ka bërë katëm shtatorin e vitit 1998, që është një prej sulmeve terroriste më të mëdha kundër shtetit shqiptar. Jo për të thënë që socialistët janë më mirë, sepse e pam çka ka ndodhur në 97-ën, por për t'i dhënë Cezarit atë që meriton. Pra, zoti Berisha s'ka asnjë krahasim me zotin Biden. Sepse zoti Berisha është një figurë e cila i ka dhënë Shqipërisë sa ka mundur, por në kulturën politike shqiptare është ndoshta nga figurat më antidemokratike që ka Shqipëria dhe figurë që ka promovuar vetëm dhunë. Nuk ka promovuar asgjë tjetër. Dhe një gjë tjetër që doja të thoja në raport me moshën, kritika që i bëhet zotit Berisha nuk është mosha, edhe pse mosha është problem. Sepse zoti Berisha është një, mos gaboj, një individ në fund të 70-ave, po shkon 80 vjeç, ndoshta edhe i ka mbush 80 vjeç për të mos qenë i pasakt me publikun. Është 82, ka kalu. Pra, domethënë është një njerëz në moshë, është qartësisht, por ai mbahet, është i mbajtur, nuk është aty problemi. Pavarësisht se në fakt edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës flitet për këtë gerontokracinë, pra gerontokracinë, idenë që
qeverisë nga më të vjetrit, që nuk është gjë e mirë për demokracinë, do të ketë rokade elitash. Pra, kryetari i Partisë Demokratike nuk do të jetë Sali Berisha, do të jetë një njeri më i ri se Sali Berisha. Kjo mund të gjejë një tezë komuniste, mund të gjejë një tezë ageiste, ose moshiste, por është e vërtetë. Megjithatë, kritika kryesore që është bërë zotit Berisha nuk është, domethënë, fakti që ai është plak 82 vjeç. Kritika që i është bërë zotit Berisha është që është një figurë që nuk lejon rokadën e elitave, nuk lejon zgjedhjen partinë e tij, nuk lejon qarkullimin e gjakut politik, nuk bën reflektim, nuk mban përgjegjësi, nuk thotë që i humbi zgjedhjet duke ditë që në 11 maj ka humbë zgjedhjet, me të gjitha gjërat e tjera. Këto janë të gjitha fakte, më kupton, dhe sigurisht që barrën nuk e mban zoti Berisha, ti jemi të qartu. Zoti Berisha nuk mban asnjë barr, zoti Berisha vazhdon punën e vet. Ban 300-400 mijë votues, monopolin e opozitës, dhe mban ato lekët e KQZ-s, rrogat në parlament, është rehat dhe me reformën e re zgjedhore që do bëhet, që mund të ndrohet dhe kushtetuta, ku mund të ketë dhe një senat me 40 vende, me shumë gjasa, zoti Berisha do parkohet ke senati me 40 vende për të shpëtuar drejtësisë. Pra, domethënë, këto janë probleme shumë themelore. Zoti Domi, juve e njihni politikën amerikane, në momentin që zoti Trump erdhi në pushtet, u fol shumë që në ngrada që mban mbi supë zoti Berisha do të hiqej. E shikoni të mundur me sa ju e kuptoni politikën amerikane dhe e dini se si funksionon ajo me vendet që janë miq, le të themi, mes tyre dhe Shqipëria? Kjo është një gjë që nuk e di nëse kam diskutuar me ty apo jo, po kur them ne është diskutuar me gazetarë të tjerë, është një gjë e ezauruar, sepse nuk ka asnjë gjë, nuk është ky prioriteti i administratës amerikane aktualisht, dhe nuk bëhet fjalë për një heqje të non grata së zotit Berisha. Në rast se ajo ishte për të bërë, do kishte ndodhur dhe nuk ka asnjë indikacion që kjo do bëhet, edhe po të shohësh apostoj të televizionit të familjes të Sali Berishës, që ata e thonin shpesh që do hiqet non grata, do vi Trumpi është kundër Sorosit, Sorosi na vuri non gratën, Trumpi do na heqë etj. Edhe ata nuk e thonë më këtë gjë tani. Pra është një gjë që ka mbaruar dhe ajo çfarë në fakt po shihet në rast se do ta bëjmë çik lidhjen të politikës domestike me politikën e jashtme, sepse unë e di që podcasti yt ka edhe politikën e jashtme fokus. Në fakt, shohim marrëdhënie në përmirësim të zotit Rama me administratën amerikane. Marrëdhënie që u pan me takimin që ky bëri me ambasadorën e Shtetit Bashkuar në Greqi, që firmoset atë marrëveshjen e gazit, me marrëdhëniet e mira që ka me vajzën dhe dhëndin e presidentit Trump, me faktin që Shqipëria ishte një prej të vetmeve vende të kësaj zone bashkë me Kosovën të ftuar në bordin e paqes, pra po shohim krejt të kundërt në fakt. Zoti Domi, duke ju rikthyer sërish edhe zgjedhjeve brenda Partisë Demokratike, duket që ka zëra kundër, por që nuk janë lejuar. Nuk e di, me aq sa ju e njihni politikën dhe narracionin politik, termi vetpërjashtim a përdoret në shkollat e mendimit politike? Jo, nuk përdoret në shkollat e mendimit politik dhe më vjen shumë keq që përmendë këtë idenë në shkollën e mendimit politik si koncept, sepse Shqipëria në fakt i nderuar është një shoqëri sipas mendimit tim parapolitike. Njerëzit që mua më ndjekin në rrjetet sociale kanë dëgjuar që unë nuk e quaj Shqipërinë shtet ligjor, e quaj shtet fisnor, dhe kjo është e vërtetë, por në rast se do t'i japim një koncept ose një term natyrës së partive politike shqiptare, në fakt nuk janë parti politike, janë parti parapolitike, janë grupime parapolitike. Dhe sigurisht që PD-ja e reflekton këtë gjë kur kryetari vet thotë që ti je i vetë përjashtuar. Dhe je i vetë përjashtuar me njëherë mbasi më kritikon mua, pra kryetari, dhe me njëherë mbasi shfaq ambicie për të më zënë vendin mua. Në asnjë parti politike kjo nuk do ndodhte, pra politike në atë frameworkun perëndimor të parit të gjërave, të lexuarit të gjërave. Kështu që termi vetpërjashtimi i nderuar është një term absurd
jo për t'i bërë fresk zotit Saliani, sepse unë as personalisht se njoh zotin Saliani, as ai nuk më njeh mua se kanë takuar në herë as fare, por të thënë atë që duhet thënë që domethënë termi i vetëpërjashtimi është i term që s'ka lidhje me politikën. Përjashtimi bëhet në bazë të disa kritereve të qarta dhe e ku pala tjetër ka mundësinë të paraqes objeksionin e vet. Ë? Pra, për shembull edhe në pjesën e sistemin ligjor, pra në sistemin e drejtësisë, kur ti akuzon dikë, ai merr një avokat mbrojtës. Nëse ai s'ka lek për shkak të marrë një avokat mbrojtës, shteti i cakton një avokat mbrojtës dhe ai përballet dhe edhe ai zotëria ose zonja ka të drejtën e vet të paraqesë arsyeën pse është i pafajshëm ose e pafajshme. Edhe përjashtimet bëhen me atë që quhet procesi drejt, pra me due process. Pra, ti duhet të kesh disa kritere, duhet të mbash një komision dhe duhet ta dëgjosh palën tjetër. Jo të bësh atë që është bërë me sa kuptoj në PD. Por edhe një herë, kjo nuk është një gjë se ne të dy jemi djem të rinj. Kjo nuk është një gjë që po bëhet tani. Kjo është një gjë që është bërë gjithmonë me të gjithë në atë parti, edhe në parti të tjera, por në atë parti sidomos. Për arsye që mund të diskutojmë, që janë më të thella se sa ajo që ne shohim këtu. Por termi vetëpërjashtim është një term që nuk ka lidhje fare me aspiratat e Shqipërisë për të formuar një shoqëri perëndimore dhe nuk ka lidhje fare me një parti siç është Partia Demokratike që është pjesë e partive popullore evropiane. Pra, partive të qendrës së djathtë në Evropë. Zoti Domi, po ashtu duke ju referuar gjithë asaj që po ndodh në kampin e Partisë Demokratike, ju duket se ka një mungesë kohezioni dhe aksioni opozitar, pra nga mënyra se si flitet me gjuhën e protestës tek mënyra se si flitet në parlament ku akuzohet qeveria por nga ana tjetër bashkëpunohet edhe ndërkohë zhvillohen protesta pa një lloj programi të caktuar dhe më pas shikojmë një tkurrje të vazhdueshme të numrit të atyre që protestojnë nga një manifestim në tjetrin. Mendoni që është një kaos opozita dhe Partia Demokratike në këtë rast? Jo, unë mendoj të kundërt, në fakt, nuk mendoj që është një kaos, kjo është një gjë e koordinuar shumë mirë dhe e bërë me laps dhe me letër, shumë mirë, jo vetëm nga ata që e drejtojnë atë parti, por në bashkëpunim dhe me elitën politike të krahut tjetër, të qeverisë, sepse që ky sistem të mbahet në këmbë, pra shiko, t'ja themi njerëzve kështu. Një karrige ka dy këmbë. Një karrige nuk ka një këmbë. Pra karrige ka dy këmbë. Në rast se ti një karrige ja pret njërin këmbë, karrige do shkojnë në një anë, do shkojnë në krahun tjetër, do rrëzohet, pra ti nuk ulesh dot, rat. Pra edhe ky sistem është një karrige e cila në vetvete ka dy këmbë. Njëra këmbë është Partia Demokratike, njëra këmbë është pushteti. Dhe kjo është një gjë e koordinuar. Pra, në rast se ti bën protesta por të shuar debatin brenda vetes, për të hequr vëmendjen nga debati që po bën brenda vetes. Në rast se ti në çdo protestë nuk ke asnjë objektiv, s'ke asnjë arsye, s'ke asnjë qëllim. Në rast se ti në protesta, domethënë sulmon kryeministrin që s'është fare për të bërë, por e sulmon pa e cënuar, e sulmon sa për tën, dhe kur para dite ti bën opozit, edhe mbas dite ti ushqehesh me leje ndërtimi dhe ushqehesh me tendera nga pushteti, këtu e ke humbur davan, këtu skema, por kjo është ti mund bish dakord me këtë, por kjo nuk është organizim. Kjo është organizim shumë i mirë që 4-5 njerëz që janë në krye të asaj partie të mbajnë pushtetin, sepse është kuptuar tani më që opozita në fakt është një pushtet në vete. Pra opozita është një pushtet i dytë në vetveten e tij. Dhe kur ke monopolin e opozitës, ti ke shumë gjëra në dorë. Sepse mund t'i bësh presion në drejtorëve të ndryshëm me afera, me ku diun të ndjehesh në gjë dhe marrësh një lek. Më banalja. Që po doja ka bërë. Mund të shesësh kauzat. Edhe më banale, që është bërë. Po është një instrument pasurimi në një vend të tillë. Në një vend ku s'ka demokraci siç shihet në Perëndim apo jo. Kështu që kjo është një gjë shumë e koordinuar, që militantët të mos kuptojnë gjë, të vazhdojnë të ndjekin doktorin,
që doktori të vazhdojë të jetë në krye të Partisë Demokratike dhe që ky sistem të mbahet kështu siç është. Kështu siç është. Dhe këtu është problemi. Dhe kjo është një gjë thellësisht e koordinuar. Shumë shpejt pritet që të vi dhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri është përfolur, sidomos në kampin blu, që mund të ketë një qeveri teknike me ardhjen e tij. E shikoni të mundur? Nuk e kam dëgjuar këtë tezë, por nëse është një tezë që gjakullon, nuk ka si bazë. S'ka si bazë që ardhja e një ambasadori do të sjellë një qeveri teknike. Ambasadori i Shteteve Bashkuara të Amerikës vjen për të avancuar agjendën e politikës jashtme të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe të Presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Patjetër që ka eksponent të caktuar të Partisë Demokratike që kanë arritur të lobojnë në nivel jo të vogël në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nuk është keq në fakt sepse ka nevojë dhe për lobim nga një krau tjetër, por që sa ka mundësi të ndikojë ky lobim Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe politikën e saj të jashtme në raport me një vend si Shqipëria, që është një vend totalisht anonim, kjo mbetet për tu parë dhe unë mendoj që shanset që kjo të ndodhë janë shumë të vogla. Jemi në një fazë tani ku kjo teoria konspirative për qeverinë teknike ka ikur, sepse nuk është më mazhoranca që dobët sa që ishte 2-3 muaj më përpara. Kështu që nuk mendoj që do ketë ndryshim. Gjithashtu vlen të thuhet, po prapë po e lidh pak me politikën e jashtme. Marrëdhëniet që administrata aktuale ka me vende si Shqipëria ose edhe me vendet e Evropës janë marrëdhënie thellësisht ekonomike. Prandaj ne pam të investimin $6 miliardë firmos marrëveshje me Greqinë që do vi nga portet e Greqisë, do vi në Vlorë do bëhet përpunimi apo ku di unë i asaj liquefied natural gas, gazi natyror likuid dhe do shpërndahet në vendet e rajonit. Pra këta janë marrëdhënie thellësisht ekonomike. Nuk do rrit merret Shtetet Bashkuara të Amerikës me demokracinë në Shqipëri, e të merret me Asha Rama autokrat apo është demokrat apo është Berisha, a duhet të jetë Berisha në krye të partisë vet apo jo. Shtetet Bashkuara të Amerikës po formojnë marrëdhënie shumë ekonomike me vende si Shqipëria. Dhe nuk kam për tu marrë me këtë gjëra, kështu që unë e parashikoj politikën shqiptare me asnjë ndryshim. I vetmi ndryshim i madh është ndryshimi i kushtetutës, që në rast se ndodh, do të sjell zotin Rama si president, do të krijojë një senat me 40 vende ku do të parkohet zoti Berisha dhe do të zgjedh një kryeministre grua në Shqipëri nga Partia Socialiste. Këto shohun si ndryshime në rast se do të kemi ndryshime kushtetuese së shpejti. Siç do mund të kemi edhe ndryshime të kodit zgjedhor dhe të hartës administrative. Nga ana tjetër që shumë e rëndësishme të thuhet, në raport me zgjedhjet e vitit 2027 duket që do shkohet te një fitore të thellë të PS-s. Nga mënyra si po duket organizimi i Partisë Demokratike, flas në raport me zgjedhjet lokale të vitit 2027. Sepse PD-ja po shkon drejt një konflikti tjetër, pra siç patën konfliktin e vitit 2022 që unë e përmenda në fillim të gjithë kësaj bisede, midis zotit Basha dhe zotit Berisha, dhe pam që në 14 maj të vitit 2023 zoti Berisha doli me logon e Lirmetës me atë koalicionin bashkë fitojmë, ndërkohë që zoti Basha kishte logon e partisë. Tani po shkohet te një konflikti të ngjashëm përpara zgjedhjeve të vitit 2027. Pra ky konflikt i ngjashëm nuk mund të provojë të njëjtin rezultat më të mirë, të provojë rezultat më të keq. Një kjo. Dhe edhe një gjë tjetër për ta mbyllur përgjigjen ndaj pyetjes, në vitin 2027 në Shqipëri do të mbahet samiti i NATO-s dhe presidenti Trump do vi në Shqipëri për të takuar me liderët e tjerë të NATO-s, edhe zotin Rama. Pra do të jetë një shfaqje e papar PR-i për PS-n, për zotin Rama, i cili do ta trumpetoj këtë gjë, domethënë si një fitore gjigante, është fakt lajm shumë i mirë, edhe ka meritë zoti Rama në sjelljen e Trumpit dhe të NATO-s në Shqipëri, patjetër. Por PR-i, spinimi do të jetë në niveleve është proporcionale që fiks para zgjedhjeve në mënyrë që Partia Socialiste ta ketë të garantuar fitoren në zgjedhjet e vitit 2027 dhe kështu e shohun gjithë realitetin politik nga tani e një vit e më tutje. Zoti do me qenë se dolëm të Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një shtet, një superfuqi që kohët e fundit ka pasur disa konflikte,
por një ndër to është edhe ajo në lindjen e mesme.